TV Bojnë nuk është thjesht një mjet informimi. Ai është fryma e një populli që ka ditur të mbijetojë përmes gjuhës, këngës, kujtesës, besimit tek vetvetja. Ai është zëri i malësisë sonë, jehona e trojeve tona, ura që lidh shqiptarët kudo që ndodhen. Në një kohë kur shumë gjëra ndryshojnë me shpejtësi, mbajtja gjallë e fjalës shqipe mbetet një nga detyrat më të shenjta që kemi. Prandaj, sonte duhet të shpreh me përullësi respektin dhe mirënjohjen time më të thellë për secilin prej jush, për të gjithë dhuruesit, donatorët dhe mbështetësit tonë, të cilët ndër vite keni qëndruar pranë me besnikëri këtij misioni fisnik, falen asnjëherë vetëm. Falë zemërgjërësisë suaj dhe punës së palodhur e të përkushtuar të bashkëpunëtorëve tanë, TV Bojnë ka arritur të qëndrojë fort, i qëndrueshëm dhe i palë kundur, si vetmi televizion në gjuhën shqipe, në troje shqiptare, në maltëzi. Kjo është një arritje që nuk matet vetëm me mjete materiale, por me vetdije kombëtare, me dashuri për gjuhën amtare dhe me besnikëri ndaj rrënjeve tona. Një falënderim të veçantë duhet të drejtoj grupit organizativ të kësaj mbrëmje, në krye me avokatin e minjohur Josef Detvukaj, për punën e palodhur, për kushtimin dhe dignitetin me të cilin kanë mbajtur gjallë këtë nisë të madhe kombëtare. Po ashtu duhet të shpreh vlerësimin tonë të sinqert për mediat shqiptare këtu në Michigan, gjithsesi ALTV USA dhe ACTV, të cilët me bashkëpunimin dhe përkrahjen e tyre kanë ndihmuar fuqishëm në zgjerimin e forcimin e zërit tonë të përbashkët, si dhe të gjitha mediave tjera letrare dhe sociale. Por sonte në mënyrë të posaçme dëshiroj të shpreh respektin dhe mirënjohjen time me të thellë për bujarinë e rrallë dhe fisnikërinë e familjes së Gjeshfranit, gjithsesi Vatgjergjit, Tinaj dhe familjes tij. Ata kanë hapur dyert e këtij vendi me zemër shqiptare, duke vënë pa asnjë shpërblim në dispozicion lokalin, ushqimin dhe shërbimin për këtë mbrëmje. Kjo nuk është vetëm mikpritje, kjo është fisnikëri shqiptare në kuptimin më të lartë të fjalës. Është ai shpirt burror e zemërbardh që ka mbajtur gjallë kombin tonë në kohë të vështira dhe që edhe sot na bën krenar para njëri tjetrit. Njëkohësisht kam kënaqësinë t'ju njoftoj se punimet për ndërtesën e re të TV Bojnë kanë hyrë në fazën e fundit. Ky është një çast i rëndësishëm dhe historik, jo vetëm për TV Bojnë, por për mbar komunitetin shqiptar në Bergim dhe për shqiptarët e malësisë së madhe. Ëndra që dikur duke e largët, sot fal jush po bëhet realitet. Dhe ajo që më prek më shumë është fakti se shumica prej jush po jepni ndihmë për herë të dytë. Ky veprim flet më shumë se çdo fjalë. Ai dëshmon se kjo vepër nuk mbahet mbi interesin, por mbi dashurinë, nuk mbahet mbi detyrimin, por mbi ndërgjegjën kombëtare. Sonte po dëshmojmë se një popull që ruan gjuhën, kujtesën dhe vlerat e veta mbetet gjithmonë i fortë, sepse kombet nuk mbijetojnë vetëm me pasuri materiale, ato mbijetojnë kur ruajnë shpirtin, gjuhën dhe dignitetin e tyre kombëtar. Në emrin tim dhe bashkëpunëtorëve të projektit, ju falenderoj nga zemra për praninë tuaj, për bujarinë tuaj dhe për besimin që vazhdoni të na jepni. Zoti ju bekoft, familjet tuaja, malësinë tonë dhe mbar shqiptarët kudo që ndodhen. Tani, me lejoni që të ftoj kryetarin e këshillit organizativ të këtij projekti, zotëri avokatin e minjohur Josef Detvukaj. Të nderuar miq, të respektuar antar të komunitetit, vllazër e motra të malësisë dhe të gjithë juve që jeni
mbani gjuhën, kulturën dhe trashëgimin tonë në zemër. Veçanërisht faleminderit Gjergj Franit Tinaj me djelm për këtë sofër që e shtruan sonde për ne për këtë projekt. Sonde nuk jemi mbledhur vetëm për një objekt bamirës, nuk jemi mbledhur vetëm për të lanë një kontribut financiare, sonde jemi mbledhur për diçka shumë më të madh, për të mbrojtur zemrin ton, kujtesën ton dhe identitetin ton kombëtar shqiptar. Projekti i studios TV Bojin nuk është thjesht një projekt me kamera, drita, mikrofona e pajisje teknike. Ky projekt është një shtëpi për fjalën tonë. Është një vend ku do të ruhen tregimet tona, historia jonë, traditat tona, këngët tona, kujtimet tona dhe mbi të gjitha gjuha shqipe. Vazhdimësia e gjuhës shqipe është shtylla e këtij projektit. Është ka një Amerikani me famë, i kanë thënë Oliver Wendell Holmes Sr., ai ka pa një thënie, çdo gjuhë është një tempull në të cilën ruhet shpirti i atyre që e flasin. Sa e vërtet dhe sa e thellë janë këto fjalë. Gjuha jonë nuk është vetëm një mjet komunikimit, gjuha jonë është tempull. Ajo mban lutjet e nanave tona, urtësin e baballarëve tonë, këngat e fshatarëve tonë, emrat e maleve tona, dhe kujtimet e brezave që kanë jetuar para nesh. Në gjuhën tonë jeton shpirti ynë. Kur do pësohet gjuha, do pësohet edhe një pjesë e shenjtë e identitetit tonë shqiptar. Kur një fëmijë nuk dëgjon ma fjalët e gjyshit apo të gjyshes, prishet një urë mbes brezave. Kur një popull nuk i tregon vetit historinë e vet, atëherë dikush tjetër do të tregoj në vend të tij. Dhe kur një komunitet humb gjuhën e vet, ai nuk humb vetëm fjalë, ai humb kujtesë, humb rrejt, humb një pjesë të vetvetes. Prandaj ky projekt është kaq i rëndësishëm. TV Bojin nuk është vetëm televizion. TV Bojin është vazhdimsi, është ruajtje, është edukim, është zëri i malësisë madhe dhe i diasporës son të dashur. Është ura që lidh vendlindjen me mërgatën. Është kujtesa që u tregon fëmijëve tanë se nga vinë. Është respekti që u thot të moshuarve tanë se jeta, sakrifica dhe historitë e tyre nuk janë harrua. Të partë tanë lanë shumë ma tepër se pare. Ata lanë mundin e tyre, lanë rinin e tyne. Shumë prej tyne lanë edhe jetën për të ruajtur gjuhën, kulturën, tokën, besën dhe emrin tonë. Ata mbrojtën, ata e trashëguan, që ne sot të mund të qëndrojmë këtu dhe të themi me krenari, kjo është gjuha jonë, kjo është kultura jonë, kjo është identiteti jonë. Prandaj sondi duhet të pyesim vetin me sinceritet, nëse të partë tanë lanë jetën, a nuk mundem ne të japim një kontribut nga xhepi ynë? Me pakta që mund të bajmë është të japim nga xhepi. Të japim me zemër, të japim me bujari, të japim me krenari, sepse kjo nuk është thjesht ndihmë, kjo është investim në familje, në gjuhën, në kulturën dhe në ardhmen e komunitetit shqiptar
jo vetëm në Malsi, po gjithku identifikojnë shqiptar dhe flasin shqip. Një studio re do të thot program më të forta, do të thot intervista më të cilësore, dokumentare më të mira, programe kulturore më të pasura, lajm më të plota edhe një arkiv më i qëndrueshëm për brezat që do të vinë. Ky televizion i ka 25 vjet. 25 vjetori është ky vit. Imagjinoni se sa arkiva ka të Malësisë Madhe. Imagjinoni sa Indieri Tombojaj ka incizua dhe para 2001-shit kur u themelua TV Bojin. Të thot që fëmijët tanë të shohin veten në ekran, do të thot që mosharit tanë të dëgjojnë gjuhën e tyre me nderim, do të thot që komuniteti ynë të mos hesht, vëllezër e motra, çdo brez merr një trashëgimi, por çdo brez ka edhe një detyrë. Ne kemi trashëguar gjuhën, kemi trashëguar kulturën, kemi trashëguar emrin, tani duhet të vazhdojmë edhe të vendosim se çfarë do të lam brezave pas nesh. A do të lam heshtje, apo do të lam një zan të gjallë shqip? A do të lejojmë gjuhën tonë të zbehet, apo të ndërtojmë institucionet që mbajnë të fort? A do të nderojmë sakrificat e të parve vetëm me fjalë, a do të nderojmë me veprat tona? Sonde, vepra do të thot mbështetje, vepra do të thot kontribut, vepra do të thot të qëndrojmë pranë TV Bojin edhe të themi gjuha jon meriton një studio, kultura jon meriton një platformë, populli ynë meriton një zan. Le të japim jo nga detyrimi, por nga dashuria. Jo pse dikush na kërkoj, por sepse historia na thret, jo vetëm për transmitimin e sotme, po për fëmijët që pas shumë vitesh do të dëgjojnë gjuhën tonë, edhe do të shohin kulturën tonë, edhe do të kuptojnë se dikush para tyne u kujdes që ajo të mos humbet. Një studia mund të ndërtohet me mur, pajisje, drita e kamero, por themeli i saj i vërtet është dashuria e një popullit që nuk pranon të harroj kush është. Le të jemi ai popull, le të jemi ne brezi që nuk priti që dikush tjetër të ruan të gjuhën tonë, le të jemi na brezi që Allah, le të jemi na brezi që ndërtoj, le të jem na brezi që u sigurua si tempulli i gjuhës sonë të qëndroje fort. Ju faleminderit nga zemra, Zoti bekoft komunitetin shqiptar, kudo që janë në përbot, të cilë shumë nga diaspora për çdo vend ku flitet shqip, Shqipni, Maqedoni, Kosovë, Maltezi kanë lanë për këtë projekt, për këtë gjuhën tonë të rëndësishëm, të dashur, cila e vetmja dallon me çdo kohë, me çdo popull evropian. Kultura jonë të vazhdojnë, TV Bojën e bekov Zoti ju faleminderit.